për ne. Pra, nëse ne vazhdojmë dhe ky është një popull dhe Rama ja ka kuptuar këtë stilin, prandaj dhe i ushqen mediat, portalet, pra që ushqen vetë lajmin, prodhon vetë lajmet. Për çdo lloj gjëje i prodhon vetë lajmet. Pra dhe i hedh atë kockën që njerëzit duan. Pra, ai është ai perandori që lëviz ato dhe papet, që lëviz gjithë gjërat, pra që bën edhe ato që hedh edhe gladiatorët, pra bën ato ndeshje me gladiator. Ai bën gjithë sepse ka kuptuar këtë gjë. Por ndërkohë unë mendoj që problemi jon më madhor, dhe ja vë këtë faj edhe shtresës mesme, se betejat më të ndaja, shtresa mesme, pra edhe Noli e gjitha rilindasit që bën për këtë vend atëherë. Ishte shtresë mesme, pra nuk ishte ai njeriu që s'ka mundësi të mbyll muin. Se aty s'ke çaj kërkonte, se ai s'ka mundësi me mbyll muin. Me u kujdes me i dhën bukën Kalamonit vet, jo më me mendu për çfarë duhet bëj mirë Shqipëria dhe shoqëria. Prandaj u vra dhe shoqëria civile, prandaj u kap edhe media, u bë çdo gjë.